Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duket se kanë hyrë në një fazë vendimtare. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se ka një shans shumë të mirë për arritjen e një marrëveshjeje me Teheranin me qëllim parandalimin e zhvillimit të armëve bërthamore nga Irani. Deklarata e Trump vjen vetëm pak orë pasi ai pranoi se kishte shtyrë një sulm ushtarak të planifikuar ndaj Iranit për t'i dhënë më shumë kohë negociatave diplomatike. Sipas presidentit amerikan, Arabia Saudite, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe i kërkuan Washingtonit të vënojë operacionin ushtarak për disa ditë, pasi besojnë se palët janë shumë pranë një marrëveshjeje. Trump u shpreh se SBA nuk do të lejojë kurrë që Irani të zotërojë armë bërthamore, por shtoi se preferon një zgjidhje diplomatike në vend të konfliktit ushtarak. Presidenti amerikan paralajmëroi megjithatë se ushtria amerikane mbetet e gatshme për një sulm në shkallë të gjerë në rast se negociatat dështojnë. Bisedimet për programin bërthamor iranian janë rikthyer në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, ndërsa vendet e Gjirit Persik po përpiqen të shmangin një përshkallëzim të ri të konfliktit në lindjen e mesme.